ka shumë njerëz që dalin edhe flasin për metodat ndryshme, për formulat ndryshme, për teknikat ndryshme, si me qenë i lumtur, si me arrit dëshirat, si me manifestu ma lehtë, si me kriju një jetë, një realitet ma ndryshe. A më unë thomë që as formulat, as metodat, as teknikat nuk ndihmojnë sepse nuk je robot. Ti veç duhesh me ditë me jetu vetëdijshëm, me kuptu emocionin ton, me kuptu energjinë tonde, sidomos trupin, energjinë e trupit ton, sepse pos dite me ndryshu mendimin edhe ndjenjen tani për tani, pos dite me jetu present tani për tani, as metodat, as formulat, as teknikat nuk ndihmojnë. Ato të ndihmojnë për një kohë të shkurt, por për një kohë më të gjatë, për me qenë vërtet, me ditë me mbajt energjinë lartë, për me qenë të tashmen formulat, as metodat, as teknikat nuk ndihmojnë. Pra çka duhesh ti me bo, me mësu me jetu vetëdijshëm, me mësu me mbajt energjinë tonde në nivel. Pra që në këtë mënyrë me kriju pra realitetin tënd, jetën tënde ashtu siç ti dëshiron. E si duke natyrisht duke ndryshuar edhe mënyrën e të folurit. Sepse shumë njerëz prap metoda, teknika, formula ndryshme, por fjalët nuk i kanë ndryshu. Fjalët janë ato që vibrojnë dhe fjalët shtin ty me vepru. Edhe pra metodat e ndryshme nuk ndihmojnë. Ne nuk jemi robot, ne nuk jemi teknik, pra jemi njerëz, jemi me emocione, jemi me mendime, ndjenja, pra ne ndjejmë, ne duam, dashuria dhe shumë gjëra tjera. Dhe kur ndëgjoj që flasin për formula, teknika dhe metoda, kjo është vetëm një gënjeshtër sa me manipulu, me mashtru njerëz pak me lehtë, me thonë që ka formul, ka metodë, por metodë për ndryshu energjinë edhe për du vetëdisu sa i përket dashurisë, ku me dhonë dashuri, ku mos me dhonë dashuri, si mos me u shkënjy, si me u ballafaqu me fjalë të rënda, prana me fjalë ofenduse, e kështu me radhë, sepse gjitha këtu kanë ndikim në energjinë tonë. Kështu që vetëdisoni si me jetu vetëdijshëm, pra e jo në mënyrë pa vetëdijshme, sepse ti ashtu kështu krijon. Pra formulat, metodat edhe këto mu nuk em përmbushen shumë, nuk i ndjej sepse e di që janë shumica për tyre mashtrime, kështu që mëso me jetu vetëdijshëm. Me jetu vetëdijshëm do më thonë me vëzhgu veten krejt kohën, çka po beson, çka nuk po beson, kujt po i beson, çfarë informacioni je duke marrë, e çka është duke bo ai informacion me